Zim Sveçla nga lëvizjave të vendosje dhe do të flasim për një vendim që kemi përmendur javën e kaluar, që është anulluar për Kuvendin Komunal të Prishtinës nga MAPL, sepse është bërë në ditët e fundit të dhjetorit dhe natyrisht edhe për zhvillime të tjera në kryeqytet që janë duke ndodhur e nuk janë duke ndodhur në fakt më shumë. Për krejt këto flasim bashkë, ndaj qëndroni me ne, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Para se të shkojmë tek pronat, kanë kaluar, kemi thënë dhe javën e kaluar më shumë se 2 muaj, gati po mrim të treshi, dhe nuk e kemi ende kabinetin e ri të qeverisjes Rama 2. Si e vlerësoni këtë ngadalësim, mendoni që nuk po merren vesh me zveti të gjithë partnerët e shumë të koalicionit, apo pse? Po me gjasë është kjo që thatë ju, është çështje e ndarjes së përgjegjësive, për mos me thonë çështje e ndarjes së pazareve, në mes të subjekteve të cilat bashkërisht i fituan zgjedhjet dhe të cilat mbështeten përparim Ramën. Sidoqoftë, pa marrë parasysh se cila është arsyeja pse kjo po ndodh, është evidente se po shkaktohet dëm i madh, për shkak se shumë procese në kryeqytet kanë mbetur pengi i fillimit të punëve konkrete të qeverisjes së re, dhe si rezultati i kësaj nuk kemi asnjë zhvillim pozitiv që ja vlen të përmendet, qysh prej përfundimit të zgjedhjeve, prej nëntorit, dhe me këtë rast është natyrisht që kjo gjë është për tu kritikuar. Unë bëj ftesë, bëj apel te zoti Rama që sa më shpejt që është e mundur ta kompletoj dhe ta shpall kabinetin e tij, me cilin synon që në mandatin që tashmë ka filluar, ta qeverisë kryeqytetin. Në fakt, edhe zyrtarisht PDK ende nuk ka dalur dhe thotë që po jam në koalicion me zotrin Rama. Mendoni që mund të mos jenë, apo... Tash, ne dim që Partia Demokratike e Kosovës edhe tani, si në vitin 2021, e ka mundësuar zgjedhjen e përparim Ramës për kryetar të Prishtinës. E kemi thënë sa herë, edhe do ta përsërisim vazhdimisht që po të mos ishte PDK-ja, përparim Rama nuk do të ishte kryetari i Prishtinës, më konkretisht pa Uran Ismailin nuk do ta kishim përparim Ramën. Prandaj, unë mendoj që këto vonesat janë çështje të pazareve të tyre. Jam shumë i bindur duke i njohur nga qeverisja e kaluar që nuk bëhet fjalë për parime dhe për programe, po janë çështje interesash dhe çështje ndarjes kulaçit pushtetit qoftë në ekzekutiv, qoftë në ndërmarrje publike. Kam parë, nuk e di ju apo Egzona Zemi, që keni postuar një fotografi të bërlogut në kryeqytet dhe keni bërë tek QT2, pra dhe zotrin Rama dhe zotrin Ismaili, si përgjegjes për mos grumbullim të mbeturinave, sepse jemi rikthyer sërish në një gjendje ku mbeturinat nuk grumbullohen sipas orarit. Pse të dy? Për shkak që PDK është tek pastrimi, apo pse zotri Ismaili ndihmoi në zgjedhjen e zotrit Rama, ri zgjedhjen? Me gjasë është postimi i Gzonit, arsyeja pse është të dy arsyet e cilat ti përmende. Partia Demokratike e Kosovës menaxhon me ndërmarrjen pastrimi, dhe në anën tjetër, siç e përmenda edhe më herët, Uran Ismaili ka ndihmuar zgjedhjen e përparim Ramës për kryetar të Prishtinës. Kjo me mbeturinat unë mendoj që nuk është e rastësishme, dhe pikërisht kjo në një farë mënyrë demanton atë që PDK-ja nuk është pjesë e qeverisjes në kryeqytet, për shkak se unë mendoj që nuk është e rastësishme rishfaqja e grumbujve të mbeturinave në këtë fazë, duke u nisur nga fakti se sipas informacioneve që i kemi, këto ditë është duke u negociuar, nuk po them që është shpallur, për shkak se ka pas një tender të shpallur për kompani, për operator privat për mbledhjen e mbeturinave, i cili është anuluar, dhe tani më është duke u negociuar një kontratë e re për mbledhjen e mbeturinave, dhe si shumë herë deri më tani, çdo kontratë e cila është e dëmshme dhe është e jashtëligjshme, i paraprin një proces. Procesi është që qyteti të duket sa më i shumtuar me këto mbeturina, siç edhe po duket realisht, dhe pastaj që ky nënshkrimi i kësaj kontrate të duket si një shpëtim për qytetin, e në fakt po e përsërish është e jashtëligjshme, sepse aktualisht në Prishtinë është një rregullore valide e Kuvendit Komunal që jep të drejtën për mbledhjen e mbeturinave ndërmarrjes pastrimi. Këtu fajtor duhet lënë shumë edhe ndërmarrjen pastrimi, sepse unë mendoj që ajo po i kontribon kësaj
rritjes së mbeturinave sasisë mbeturinave në kryeqytet, që pastaj të rezultojë me angazhimin e operatorëve privat, ashtu siç ka ndodhur edhe gjatë mandatit kaluar e siç do ndodhë edhe gjatë. Por ne tani e paguajmë pastrimin, jo komunën. Ne paguajmë pastrimin, operatorët privat i paguan komuna me mjetet buxhetit të kryeqytetit. Pra po duket si levërdi për të dy palët. Faktikisht është levërdi për të dy palët, të cilët, po e thëmë, po e përsëris, po i kontribojnë edhe pastrimi, sepse qysh prej asaj kohës kur ishte greva që përfundoi me një marrëveshje mes të komunës dhe të punëtorëve, që siç e mbani mend, ne ishim ata që dolëm në mbështetje të punëtorëve, ata nuk kanë bërë asnjë hap përpara në rritjen e kapaciteteve, në rritjen e inkasimit dhe në përmirësimin e gjendjes në qytet. Është e qëllimshme në mënyrë që komuna një farë mënyre të detyrohet që të angazhoj operator ekonomik privat, edhe pse kjo është e jashtëligjshme, sepse, siç e potencova, rregulloria aktuale që është në fuqi, e cilën e ka vërtetuar edhe Gjykata Supreme, është që pastrimi është kompania vetme autorizuar për grumbullimin e mbeturinave në kryeqytet. Dhe nëse i kthehemi deklaratave nëpër media të tjera, sepse zotri Rama nuk flet tek ne dhe keni parë që ne nuk kemi gati asnjëherë përgjigje prej komunës, për shkak që ne raportojmë lajmet ashtu siç janë dhe jo siç pret zotri Rama dhe kabineti i tij. Pra ne raportojmë edhe kur ka të mira, edhe kur ka të këqija, dhe ne nuk mund t'i mbyllim, si themi, o sa bukur Prishtina e pastër, kur Prishtina është e mbushur me mbeturina, e kjo shpeshherë neve na lë këtu pa përgjigje, por kjo nuk do të thotë që neve na lë pa raportuar. Zotri Rama ka parë në media tjera që ka përmendur që është i hapur edhe për vetëvendosjen në qeverisjen e tij. I keni parë këto deklarata dhe si shihni? Realisht e kam dëgjuar në këtë deklarat, bile nuk e kam qartë zoti Rama e ka pasur për nivelin qendror, sepse nëse nuk gaboj, kjo deklarat është bërë gjatë një përurimi që ka qenë një bashkëpunim në mes të komunës dhe nivelit qendror. Mirë, po me përgjithësi plot them që si qendër e Prishtinës e lëvizjes vetëvendosje, ku jam edhe nënkryetari i qendrës, nuk ka pas ndonjë iniciativë të tillë, ose nuk kemi pas ndonjë ofertë konkrete, ose as që është diskutuar ndonjëherë kjo mundësi që lëvizja vetëvendosje të hyjë në koalicion me zotin Rama në kryeqytet. Dhe nuk do diskutohet? Po derisa ne nuk e kemi një ofertë konkrete dhe derisa as që ka qenë temë diskutimi, ne nuk kemi as qëndrim. Do të më thënë këtë që po e them në kapacitete personale, as që është menduar ndonjëherë dhe si rrjedhoi nuk ekziston një qëndrim konkret se si do të vepron televizia vetëvendosje. Nëse i kthehemi fushatës, ju vazhdimisht keni qenë, le të themi, atak sa i përket çështjes së stacionit të autobusëve, që jeni pjesë e tyre për shkak se menaxhoni stacionin. Natyrisht që përbërja e re e kuvendit komunal do të kemi sigurisht për këto që thatë bashkëpunimet e reja, aksionar të ri në ndërmarrje publike. Mendoni që vetëvendosja do të largohet nga stacioni autobusëve? Realisht i takon shumicës së re që krijohet në kuvendin komunal që të emëroj aksionarët e vet. Ne gjithë e dim pse lëvizja vetëvendosje në atë kohë ka emëruar aksionar në stacionin autobusëve për të ndërprer një tendencë që ka pas zoti Rama për rënimin e stacionit dhe ndërtimin të qendrave tregtare në atë pjesë. Jemi shumë të lumtur me atë që kemi bërë në stacionin autobusëve brenda një viti, është një storje suksesi, ku për herë të parë prej pas luftës po investohet në stacionin autobusëve, ku është kthyer rregulli dhe pastërtia, ku janë rritur pagat për punëtorët e stacionit autobusëve, prej këtij janari ju paguhet edhe sigurimi shëndetësor, janë rritur të hyrat, mas 20 viteve, për herë të parë duhet potencuar këtë, që është rritur peronizimi i kompanive të autobusëve, çka do të thotë kjo që gjatë kësaj periudhe, për 2 dekada, disa herë janë shtrajtuar biletat e autobusëve mes të Prishtinës dhe qyteteve tjera, por asnjëherë nuk është rritur peronizimi në stacionin e autobusëve, ka qenë vlera qesharake, për shkak se menaxhmentet të cilat kanë qenë në stacionin e autobusëve, për arsye të cilat vetëm ata i dinë, janë nënshtruar ndaj presionit të kompanive që bëjnë bartjen e udhëtarëve. Kjo ka ndodhur kësaj radhe, gjë që ka rezultuar me rritjen e të hyrave, me shërbime më të mira dhe mirëqenie për punëtorët e stacionit autobusëve. Stacioni ndoshta nuk ka nevojë të rënohet dhe të bëhet qendër tregtare natyrisht, por ka nevojë për një investim, le të themi tani Podujeva e ka një stacion shumë më bukur se sa Prishtina, ose mos themi vetëm bukur, shumë më funksional. Njëjtë ka Shkupje ka të vjetër stacionin, por e ka më të renovuar dhe më funksional po ashtu se sa ne.
plotësisht pajtohem që stacioni autobusëve ka nështë nevojë edhe për rënim dhe ndërtim stacioni të ri, modern, ashtu siç i përket një kryeqyteti, po jo ashtu siç pretendonte zoti Rama me qëllimet e tij që pothuajse gjithë ajo sipërfaqe që është pronë e stacionit autobusëve të shndrohet në qendër tregtare dhe në hapësira tjera, ndërkohë që një pjesë e vogël e tij jetë stacioni autobusëve. Ky ka qenë qëllimi ynë kur kemi hyrë në ndërmarrjen e stacionit autobusëve, ja kemi rrit, ja kemi dalë, gjatë kësaj kohe siç thash kemi bërë edhe shumë punë të tjera, ndërkohë që tani shumica e re, cila do të qoftë ajo, në asamblejën komunale të kryeqytetit, e ka të drejtën që të emërojë aksionar të rinj. Ne nuk ju pa mendë në një mbledhje, gati për fundoj januari, ne po presnim një mbledhje, të miratoheshin buxhetet, Prishtina së ka as 2025, as 2026, e di që kjo natyrisht do të pengohet për shkak se nuk e kemi as kuvendin e Kosovës funksional, por me gjithat punët që mund të bëheshin në Prishtinë nuk janë bërë ende. Po, është shumë e vërtet kjo dhe është e pakuptueshme. Dhe jo vetëm buxheti, por shumë trupat kuvendit komunal akoma nuk janë themeluar, akoma nuk janë funksionale. Kuvendi komunal i Prishtinës akoma nuk e ka komitetin për politikë dhe financa, që është një prej komiteteve kryesore, as nuk e ka komitetin për komunitete, as nuk ka një plan të punës për vitin 2026, një varg çështje të tjera, po i shoh këtë ditë që shumica e kuvendeve komunale anë mban Kosovës po i marrin mbledhjet e tyre, ndërkohë që ne në Prishtinë akoma nuk e kemi një ftesë të tillë. Megjithëse kjo është pjesa atyre marrëveshjeve apo mos marrëveshjeve në mes të subjekteve të cilat i kanë fituar zgjedhjet në Prishtinë, këtu pikë së pari mendoj Lidhës Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës, por që po rezulton edhe kjo me shumë mangësi në kuptimin e aktivizimit të mekanizmave që i ka komuna, që i ka kryeqyteti, që kishin me lehtësu shërbimet dhe kishin me ju ofru qytetarëve të Prishtinës një jetë më të lehtë. Së fundmi, edhe nëse shohim vitin e kaluar, e kemi pasur Prishtinën në një situatë që ka pasur shumë shpesh mbledhje të jashtëzakonshme. Pra, këto mbledhje të rregullta kanë qenë të rralla dhe çështjet që kanë pasur, le të themi, afat ligjor që të bëhen shpejt e shpejt, janë thirr seanca të jashtëzakonshme dhe jo, domethënë ka qenë gjatë tërë vitit, pra komuna si duket tek çështja e mbajtjes së mbledhjeve të kuvendit komunal shpesh po zihet befasi me afatet ligjore, një ndodhi në dhjetor dhe më pas u shpall si vendim jo ligjor. Po, është e vërtetë, do të thotë që seancat e jashtëzakonshme në kuvendin komunal të Prishtinës janë tashmë në dukuri, fatkeqësisht ashtu filluam edhe në këtë mandat. Do të thotë, unë nëse nuk gabojm, 2 herët e fundit buxheti i komunës Prishtinës është miratuar në seancat jashtëzakonshme, ndërkohë që dihen mirëfilli afatet ligjore për buxhetin. E thatë edhe ju që nuk është miratuar akoma buxheti për vitin 2026 dhe kjo, edhe pse duket që buxheti i Kosovës akoma nuk është miratuar, megjithatë kjo ka rrezik të na zë të paprigaditur, sepse unë besoj që posa të krijohen institucionet e nivelit qendror, ndër pikat e para të renditës do të jetë buxheti i shtetit për shkak se është emergjencë. E në anën tjetër komuna e Prishtinës akoma nuk e ka miratuar të njëjtin, mendoj që ka pas hapësirë mjaftueshme. Megjithatë edhe kjo është pjesë atyre mosmarrëveshjeve, sepse unë e kam shumë të paqartë ose kam shumë pikpyetje si do të veproj Partia Demokratike e Kosovës në buxhetin e ri, pjesë të cilit është sheshi George Bush. E ne e dim shumë mirë që pothuajse tërë fushata e zotit Uran Ismaili ishte fokusuar drejt asaj që do të hap sheshin George Bush. Tani, si do të veproj PDK në këtë rast? A do të veproj, a do të votoj për një buxhet, pjesë e cilit është ndërtimi i sheshit, dhe nëse po, atëherë çka është kjo politikë e cila i ndryshon qëndrimet çdo 2 muaj. Prandaj është shumë e rëndësishme që këto çështje të trajtohen sa më shpejt, në mënyrë që Prishtina mos ta zëllë viti 2026, siç ishte viti 2025, pa buxhet të miratuar, që pastaj rezulton me vështirësi në implementimin e projekteve. Dhe e përmendët sheshin George Bush, pasi që vazhdimisht akuzat saj për këtë sheshi George Bush drejton tek vetëvendosje nga zotri Rama dhe pushteti lokal, biseduam para emisionit që ka lëvizje nga ata që të plotësojnë dokumentacionin në mënyrë që të vazhdojnë me punime. Realisht, akuzat e ekzekutivit kaluar dhe kryetarit përparim Rama, që është edhe kryetari aktual, gjithmonë janë ardhur në shprehje atëherë kur dështimet në projekte kanë qenë evidente. Kështu ka qenë edhe me sheshin George Bush, që
po cilat akuza pastaj u hudhën poshtë nga 2 shkallë të drejtësisë, nga gjykata themelore dhe gjykata apelit, të cilat hudhën padites e komunës Prishtinës ndaj MKRS-s, sepse ishte evidente që komuna e Prishtinës nuk i ka respektuar procedurën e cila është e paraparë me ligj për të nxjerrë leje për të punuar në zonat cilat janë në mbrojtje institucionale. Nga informatat që i kam, të cilat i kemi pa edhe në portale të ndryshme, ka një tendencë të komunës Prishtinës që të veprojë ashtu siç kërkohet ligji, dhe që t'i rregulloj ato dokumentacione për cilat MKRS-ja, konkretisht organet e saj që miren me trashëgimi kulturore, kanë kërkuar nga komuna. Këtë kanë mujtë ta bojnë edhe para 6 muajve dhe para 1 vite, dhe pastaj nuk do të kishin bllokada siç ka ndodhur vitin e kaluar. Uroj që ta ndjekin këtë rrugë, që është rrugë institucionale dhe që është vetëm rrugë ku mund sigurohen leje për punë, dhe që më në fund ky shesh të marrë udhën e vetë, ose të bëhet shesh, ose të kthehet çish ka qenë. Tash është çështja atyre të cilët qeverisin dhe të cilët kanë projektet e tyre. Unë po them që kryeqyteti, pa marrë parasysh zhvillimet të cilat ndodhin në lidhje me sheshin, banorët e kryeqytetit e kanë të drejtë që më në fund t'ju lehtësohet jeta për shkak të veprimeve të cilat kanë ndodhur në të kaluarën e për të cilat tashmë pothuajse kaluan 3-4 vite. Faleminderit shumë dhe faleminderit që ishit sonte me ne. Faleminderit edhe juve, kënaqësi. Dhe ky ishte 038 për sonte, vazhdoni të shëndroni me KTV-n, mos harroni të ndiqni këtë intervistë dhe të tjera materiale në kanalin tonë në YouTube Koha Vizion dhe po ashtu në portalin koha.net. Natën e mirë.